Mbrëmjet në sheshet e Gjakovës janë më të mbushura dhe më të gjallëruara, plot jetë e lëvizje. Familje të rinj e të moshuar dalin për të shijuar freskinë e mbrëmjeve ramazanore, duke i dhënë qytetit një ritëm të veçantë pas iftarit. Në mesin e shumë aktiviteteve që shoqërojnë këtë muaj, një vend të veçantë zë namazi i teravive. Xhamitë e qytetit duken të stërmbushura me besimtar, ndërsa atmosfera e përkushtimit dhe qetësisë shpirtërore ndihet në çdo hap. Kjo ndjenjë bashkimi dhe devotshmërie po vlerësohet e po pëlqejet shumë nga qytetarët, të cilët shprehen se Ramazani u sjell paqe, afërsi e energji, krejt të veçantë. Me çfarë entuziazmi të madh kena prit këtë muaj shejt Ramazanit. Atmosfera është e papërshkrueshme, inshallah do alloj për ato që na ka munduar. Na pranon edhe na përmbush Ramazanin. Me këto rituale tona, me këto adhurime që bëjmë këtë muaj shejt Ramazanit. Namazi i teravive, çish po kaloni këto net? Po është ndjenjë e papërshkrueshme, po ardh bashkë me ne edhe ju, unë foli po ju se përjetoni. E kismet inshallah pi folim bashkë. Mashallah, alhamdulillah, o xhamia shumë e madhe, po shumë e vogël pe duket pe xhamatlive, nuk ka vëm. Mashallah, alhamdulillah. Është atmosfera shumë e mirë. Kaloj mirë. Fillimet janë mirë. Po, sa i përket namazit të teravive, sa jeni të kënaqur? Shumë. Hoxha është shumë i mirë, ligjëratat janë shumë të mira. E përjetoj shumë mirë. Gjithë i këm falë, a një cëtësi shpirtërore. Jem shumë të kënaqur. Atmosfera shumë e mirë. Tu vim në xhami për natë për teravi vim. Falim teravit, është atmosfera e mirë, bëhet ka xhamat shumë, është vendi më i preferuar domethënë kaloj. Është domethënë kënaqësi e madhe. Përndërin Zotin që na ka mundësuar për nga prit këtë Ramazan. Dhe jem të shiu domethënë ato atmosfera më të madhe. Alhamdulillah dhe hoxhën e kemi të mirë. Pas rrëfimeve të qytetarëve bëhet edhe më e qartë se Ramazani nuk përjetohet vetëm si obligim fetar, por si një ndjenjë e përbashkët që e bashkon komunitetin. Fjalët e tyre dëshmojnë për një muaj që sjell qetësi në zemra, gjallëri në qytet dhe shpresë në çdo familje. Kështu, mes dritave të mbrëmjes, zërave të teravive dhe hapave në përsheshe, Gjakova vazhdon të jetoj Ramazanin me dinitet, traditë e një shpirt të veçantë, që e bën këtë muaj edhe më domethënës.